Herën e fundit kur e pa, ajo kishte nisur një transformim në pamjen e saj, i cili duket vetëm që po vazhdon. Pamja e Gresës, që po humbe gjithnjë më shumë kilogram, nuk është rastësi. Vjen fal produkteve të Dr. Slim nga Natura Therapy. Dhe jo rastisht i kam këto dy produkte në dorë, Dr. Slimit, cilat po më ndihmojnë jashtëzakonisht shumë për me humb peshë dhe me u ndjetë tepër më mirë. Unë i përdori 2 herë në ditë, do me thonë në mëngjes edhe në mramje e përdori plonin, dërsa kapsulat i përdori 3 herë në ditë, mëngjes, drekë edhe darkë. Edhe e kanë pas një rezultat të jashtëzakonshëm. Për një men fillim, njerëzit nuk më besojshin, se thëshin jo veç për reklam, jo ane, jo kënej, po tash sinqerisht po vrehet shumë dallimi për vrejeve vetë, edhe kështu që kur nina mirë vetë, çfarë rëndësie ka, çfarë thonë të tjerët. Kështu që me Natura Therapy po ndjena tepër mirë, plonin e përdori në mëngjes 1 lugë edhe me ujë, e treti në ujë, edhe në mramje para bukës, e treti në ujë edhe e pi. Ajo ja ka rekomenduar të gjithëve produktet e Dr. Slim. Unë ja u kam rekomandu krejtve dhe kushdo që më ka pyet që shke hu pesh, sa ku ke do pësu, gjithmonë ju kam thonë po, jam të përdor Natura Therapy edhe po më bën muni tepër mirë. Shumë prej njerëzve ma bojnë pyetjen qa ku ke do pësu, e qysh po të ndikon Dr. Slimi, qa po të bën. Dr. Slimi veç nuk janë me hongër, do me thonë nëse ty tu ka hongër një vakt krejt komplet, ti tash e hanë veç një gjys vakti. Po mos të harroj gjithmonë, normalisht edhe aktiviteti fizik është mbi të gjitha. Me ja përshtat me Dr. Slimin, suksesi është halo ma shumë i garantu. A ki lodhje, për shkak se kjo pjesa e... Mos hajes, po. Mos hajes mune më të shkaktu lodhje. Po, është shumë e vërtet që të shkakton lodhje pak përderisa ti nuk ushqehesh mirë, edhe nuk ushqehesh shumë. Por normalisht do të me hongër ushqime të shëndetshme, të cilat të bojnë me të pas edhe energji. Edhe Dr. Slimi t'jep energji, edhe normalisht kur kombinohen këto dyja, mandej e keni rezultat mirë edhe nuk ndjen lodhje. Fillimet gjithmonë janë të vështira, jo veç për përdorimin e Dr. Slim edhe gjonave tjera, gjithmonë është fillimi i vështirë, po edhe vitaminat me përdor vitamina tjera, vitaminën C, vitaminën B kompleks, edhe normalisht kur ti përdor këto vitamina edhe me Dr. Slim, edhe s'ki du të vinajt vetës gati. Gresa ka humbur dukshëm peshë, mirë po synimi vazhdon deri në targetin përfundimtar. Normal, mujën e parë, kom humbë ma shumë kilogram, do me thani kom humbë deri në 5 dhe në 6 kilogram. Mujë dytë ka qenë pak ma pak, normalisht se për shkak të metabolizmit. Mandej, mujën e tretë tash jem të përdori, kom humbë edhe 3 dhe 4 kilogram tjera, që i vjen total 9 kilogram. A ki target edhe disa mi hup? Po, pa tjetër. Mu po mdo këtë që nuk jam edhe bash okej, a den se do na me hup halo, po isha konë shumë rezikrativ. Kështu që po, kam i hup edhe një 7-8, edhe taman mi bo dikon rreth 15 kg i hup edhe jam okej. Gjithmonë me Dr. Slim kapsulat edhe plorin. Në planin personal, Gresa mbylli sezonin e programit dhe tashmë ka të tjera angazhime. Po, s'ju ik juve kur gjo. Në fakt, është e vërtet e mbylla ciklin e emisioneve për zgjedhjet që ke. Shkoj shumë mirë, pat impact te publiku, po tash e kom zgjedh teatrin, edhe po du me i bo një 2-3 gjona tjera me shfaqje, me teatr. Në radhë parë du me këthy shfaqjen Kësëlkuqja, se nuk e dija e din Angel, po une, para se me Big Brother, e kom bo një shfaqje, kam qenë producente e një shfaqjes Kësëlkuqja, ku ka pas impact shumë të madh të fëmijët, edhe është shfaqje për fëmijë, edhe po du me rikëthy shfaqjen Kësëlkuqja, edhe me bo edhe një rikëthim shumë të madh të asaj shfaqje, se është shfaqje shumë e mirë, edhe fëmijët kënaqen. Kudo, Big Brother i përmendet ende në prag të nisjes së tjetrit sezon, vetë Gresa ka bërë shkëputje nga kjo aventurë që i shumë vishoi famën. Une personalisht nuk e di jam beson ajo, une prej momentit kur kom dalë për asaj shtëpie, nuk e kom djemo vetën si pjesë të Big Brotherit. Normalisht nostalgjia është gjithmonë, sidomos kur jom të nejt ose më del na i reels ose diçka që e shoh vetën, kam shumë nostalgji për atë vend, sidomos për oborrin. Më ka marrë malli tepër shumë e pi një kafe në obor aty, edhe me nxjerrë pres me ja fillu edhe me po se çka ka me ndodhur në Big Brother 4 edhe kush është edhe pse kush është e di, po veç
Emrat i di, çka mund të na thot për ta? Kur nuk i dihet, po me një përshtypje të parë mendoj që ka me na u përafru neve, për shkak se ka lëramanit të banorëve cilët kanë me dhonë show. Për të mira, për të keq, këto nuk di me thonë, nuk di që me thonë, po kanë me dhonë show, besoj që kanë me dhonë. Sigurisht, këshillat nuk kanë munguar. Pip, po, më kanë shkru, edhe bile dhe kafe këm dalë këm pi, edhe jo këm tregu, kanë marrë këshilla, inshallah jo përmbajnë këshillave të mia se nuk ju bje keq. Qa po thuti? Po, gjithë finalin e kanë siguru me, javën e fundit dalin. Por ajo është komentuar masivisht në rrjet, bëhet fjalë për prishjen me Xhenetën, e cila, siç e vërejtën fansat, e hoqi nga llogaritë e saj në rrjetet sociale. Ma heki followen, arsye nuk e di halo. Nuk më ka ra as me kontaktu, as kur gjo nuk e di arsyen. Njeri ka arsye të veta, nashta nuk e kam pik problemi, asun unë e qaq pak i përcjelli këto gjona, kush ma ka hek followen e kush jo, mu veç kam kallzojnë tjerë, ta beden. Ta ka hek followen, hekja dhe ti, ta ka hek followen, hekja dhe ti, për mu s'kanë rëndësi këto, unë e di që kur gjo keq, as me to, as me kërkan tjetër, prej bigut nuk kom pas, i uroj suksesi se cilit edhe sa ma shumë që më rinë, mu më knaqet zemra për shkak se une kom qëndru 3 muaj me ta edhe nuk kom asni hatërmbetje, asni inat personal, asni gjelozi që me thonë më rini e jo, une knaqna nëse tjetri më rinë edhe ka sukses. E sidomos ata që i kom pas më rana në shpe. Kështu që i ka arsye të veta, pse qyshe tek kur nuk e di, nëse dënë me më kallzan, nëse s'dën nuk më kallzon, s'është naj farënësia. Po, i kove të fundit është, ka ndodhë një rast para një muja najsan, dhe po s'pëdu as me përmen, as me diskutu se ka të bëj me një person që s'ka nevoj mja përmen amri. Jo, absolut, unë e kur gjë personale s'kam, unë më kanë me pas personale, ja kisha heke, ja kisha bo blok, po s'kam kur gjë personale, kështu që kush do le të mon, kush do mos të mon, unë jetoj jetën shumë e lumëtër. Edhe pse Gresa nuk e ceku, bëhet fjalë për një situatë që lidhet me Gjestin dhe ditën e kopshme, kur ai dha lam të mirën vllajt e tij, ajo që shkaktoi këtë mos komunikim me Xhenetën. Komunikim s'ka as në rrëvenën, por për fund duket se nga ajo i shpëtoi gjyqit të paralajmëruar. Jo, vallaj, unë jam të prit, halo që një vjen të avokatin, edhe halo nuk ka ardh, bilione gjyqet i kam arak, se unë jam kanë gjyq, njëherë. Jo më kanë gjysh njëherë, a ta kallëzaj si rëfim ajo, a ki ko? Okej, nëse ki minutaj, po ta kallëzaj si rëfim. Pa të tot një mini incident i vogël, me makin. Edhe pa ta shku në polici edhe normalisht isha të unis për Stamboll se kisha gjirime. Edhe dhash deklaratën edhe heca. Ta shti, me atë mini incidentin, ata që e kom bo incidentin, as aksident nuk o kanë incident, më kanë qitë në gjyq. Edhe shkojnë në gjyq atë, hinë gjykat mrena, ata këshin marrë avokate, adin krejti këshin bo tepër të modhe, unë në 3 njerë ka vetë, se të shpia e kom që aty për bolë shpis. Edhe hina mrena aty, po më papuqe, hina mrena ulla, edhe tash po dela ajo gjyqtarja, edhe po thot, e pandehura, Gresa Gashi të ngritet në këm, une ja kom njës me kesh, me disë gjykatës, tha nderu me pse po kesh, thash se dive mu dok vetja si në për filma. Edhe u konë një sen shumë interesant, se me atë kollu isha në Samir, edhe që ata që më qitë në gjyq, ma falën, se keshën shumë, edhe së kona i farë incidenti madhë, edhe kur kina dojlë, ma bërën falja, bën një foto, thash, po pa tjetë. Edhe u konë gjarje shumë interesante, kështu që me gjyq miri kom punë, hajde.